skuadrën në Super League. Sami tifozat po të përkrojnë shumë kështu me këtë flamurin, këtë lëgën e klubit. Fillimisht po të uroj tifozat e kanë mirë me drejtorat për të. Pse ndodh kjo? Nuk e di. Ka raste edhe kur se kanë mirë. Shumë urime për këtë sukses. Sami, mbrenda një periudhë shumë të shkurtër pjesë e Super League. Si po ndihesh? Faleminderit, është një moment jashtëzakonisht krenari, po një shumë krenari, jam shumë i lumtur për këtë arritje. Jam prej ditës parë në klub edhe njëri prej aty në ideatorëve me themelu këtë klub, e kemi ndërtuar një vizion shumë të mirë prej fillimit, edhe kemi punu shumë që dikush nuk ka besu që na kemi mri këtë sukses dhe këtë qëllim. Në shtatë për dika në dokt iluzion, po ja ku jemi sot 5 vite, 3 trofe, 2 super sezona tjera, edhe jemi në Super League, jam shumë i lumtur, jam shumë krenar, jam falenderues tej mase për secilin që ka kontribuar për këto 5 vite. Tu përfshi futbolista, punëtor, sportiv, krye trajnera, gjithë shka tjetër, edhe aktarë që kanë qenë rreth klubit. Po jam shumë i lumtur me pronarët e klubit, në zakonisht nuk i lavdej shumë shefat, po për një me kam bërë një punë të jashtëzakonshme, një punë shumë të madhe dhe na i kam besu shumë menaxhimin, edhe kjo na ka bërë neve me konë shumë përgjithshëm edhe shumë dedikum në punën që kemi bërë përgjithshme. Sot për një me është një krenari e madhe, jam shumë i lumtur për çka kemi mri edhe ma i lumtur jam për dignitetin që e kemi kallëzuar për këto 5 vite rrugtim, janë plot dignitet, janë plot sakrificë, plot emocione edhe mësime shumë të mira që kemi nxjerr prej këtij udhëtimi. Si përshkruhet ky stinor, Sami fillimisht një epërsi ndoshta më e madhe ndaj Vështrës, pastaj kjo epërsi ja u ngushtua dhe tashmë sot përpos fitores edhe parazimi ju kryente punë për një inkuadrim në Super League. Realisht na kemi pas një sezon shumë të mirë, edhe prej ditës parë deri në sot, domethënë deri në ditën e fundit kemi qenë lider i ligës parë grupit B. Ky është futboll edhe ti nuk mundesh me parashikuar që ti kemi fituar krejt lojt, sepse ka pas shumë ekipe cilësore në grupin ku ne kemi garu. Gjithashtu Vështria për një kundërshtar shumë respektuar prej anës tonë, paktën për futbollin edhe për tifozerinë edhe për krejt, edhe ju uroj suksese në pjesën e barazhit. Për një me ka qenë nështë e bukur e futbollit edhe gjithë kjo shije tash që është edhe për shkak të rivalitetit, sepse po të mos kishte rivalitet nështë edhe ajo festa mund të ishte më zvet, mirë po ka qenë një garë shumë e fortë mes neve, Vështrës, na kanë rivalizuar edhe skuadra tjera, po për krejën tabelës kemi qenë në të dyja, mirë po ka qenë kryesisht një kampionat dinjitoz, shumë të lumtur për çka kemi mri, nështë kemi mujt më herët me përmbyll, po prap u bë interesant kora, u rihap gara dhe nështë veç kemi reflektuar edhe pak më shumë, edhe që sot jemi shumë të lumtur me çka kemi mri. A do të jetë Prishtina e re vetëm vizituar në Super League apo synohet që të arrijë diçka më shumë? Në mision për to. Jo, ideja është që na prej themelimit, prej ditës parë kemi dashur me ndërtu identitetin tonë, me ndërtu resurset tona njerëzore në të cilat kemi investu edhe kemi besu. Kur e kemi marrë kryetrajnerin, ka qenë një premtim jami edhe i kryetarit në kryetarit klubit Bortit, që kemi thonë që është ideja që na po të marrim tash trajner për me qenë bashkë në Super League. Edhe atë rrugë po e ndjekim, jo vetëm me trajnerin, po edhe me lojtarët dhe me staf tjerë. Për ata besoj që kemi ndërtuar një strukturë shumë të mirë, një bërtham shumë të mirë, edhe na duhet edhe pak punë normalisht, sepse Superliga është edhe shumë sfiduese dhe është shumë konkurrente. Na duhet edhe pak punë, na duhet edhe pak përforcime në të gjitha reportet edhe aspektet. Mirë po na jemi shumë confident që në Superligë kemi me qenë ekip stabile, edhe na gjithmonë e bëjmë një plan kështu pak më afatgjatë, 2-3 vjet. Edhe kanë herë revidojmë kur ka nevojë, mirë po e kemi këgjatë qartë buxhetin, strukturën e ekipës dhe shumë çka tjetër që na duhet me bëu përgatitur për Super League, veç kemi filluar me punu këtë drejtim. Edhe shpresoj që kemi pas një sezon shumë të mirë dhe kemi lënë shije shumë të mirë në Super League. Ka nis puna me renovime, me mendime, me piketime të futbollistëve që ju nevojiten për të pasur një sezon sa më suksesshëm në Super League? Po, kemi fillu pak një farë draft diskutimi me shtabin teknik dhe me menaxhmentin e klubit. Normalisht kjo është një përgjegjësi e drejtorit sportiv me shtabin teknik. Kemi fillu me pa pak strukturën e ekipës që na duhet Super League. Normalisht që kemi identifikuar disa profile të futbollistëve që synojmë m'i afru, por na do ta mbajmë një pjesë të madhe të grupit tonë. Paktën për një periudhë nështë edhe 6 mujore, sepse janë kontribues edhe na e vlerësojmë shumë kontributin që këta djem e kanë jap në klub edhe historinë që këta djem e kanë shkruajtur, sepse
është këtë ka njëherë me marë futbolista, me marë kësi, po nuk kanë sukses. Plët klube nështë këtë gjatë të rrugtimit tonë kanë shpenzu shumë a shumë pare sa na, mirë po nuk kanë mëri sukses nështë dhe na kemi mëri sukseset ma shumë sa ata. E na kemi besu pak ma shumë në djemë të ri që e në rritë sët, na kemi lejtarë të ligës 2, është për shembull Samer Sadriu, kapiteni i lejtarë që është rritë jashtëzakonisht shumë, edhe na besojnë që Samiri dhe disa të tjerë kanë mujtë edhe me japë kontribut, ka dhe me pas minuta dhe me qenë konkurrent në Super League. Çështja e trajnerit si zgjidhet? Eloni ka bo shumë punë të mirë për 3 vite, dhe me thonë jemi ngritë 2 liga me Elonin edhe kër e kemi marri, kemi premtu që ka me qenë trener për Super League, ka bo një punë shumë të madhe bashkë me stafin të krek. Na vlerësojmë shumë, unë jam shumë i kënaqur në punën që Eloni edhe pjesa tjetër e ekipës e ka bo. Normalisht do t'ulemi, do ta diskutojmë mirë, po në parim ne do të vazhdojmë kështu me Elonin si kryetënar. Okej, nëse në fakt do ta dedikoje dikujt këtë titull, cili do të ishte ai person? Sot është përvjetori i babit tim, përvjetori 7 i babit tim, edhe për mua është kam emocione shumë të përzime. Edhe sot e kam pas një ditë këgja me emocione të përzime dhe këgja ditë të ranë, edhe ja kisha dediku babit tim, sepse unë mendoj që ai është njëri që më ka jep shumë jetë, edukat, kulturë, edhe nështë shumë qka që më ka mësu që gjatë menaxhimit të këtij klubi për 5 vite i kam apliku edhe kanë qenë praktika shumë suksesshme. Tu që definitivisht sot këtë sukses 5 vjetorit të klubit të kësaj ecurie ja dedikoj babit tim. Shumë prej se kjo, mirë, po duket njoftë ja vlen me vazhdu kështu si je me punu dhe besoj që nështë falë kësaj punës që e ke bo, besoj që edhe në Super League do t'jesh pretendent ose do t'jesh konkurues së paku t'jesh are fort për disa nga skuadrat pjesëmarrëse në Super League. Nuk po du me ja fjalë mëdha sot, mirë po jam shumë i bindur që me vizionin që e kemi edhe për ekipën tash në Super League, me punën që kemi me bu, edhe tash po kemi kompletuar edhe diçka që na ka mungu që jemi shumë afër finalizimit të stadiumit, besoj shumë që ka me na lehtësu shumë punën tonë si edhe operimin tonë, edhe rezultate shumë të mira, shumë atleta në Super League, sepse ka qenë shumë sfiduese pas stadiumit, sot po